Rikthyer sërish transmetim të drejt për drejt. Juli, kemi disa pyetje për ty. O këtë o atë? Jo, ma burr. Çfarë pyetjet e të mërshme? Po o këtë. Jo, Bjonda apo Brune, jo. Hajde. O Jul, para se të vëmë te loja. Gati. Pse kur ti thua që je nga Shkodra, jo ti, po gjithë shkodranët, njerëzit presin që ti bësh për qesh. Po sepse është krijuar stereotipi, domthon shkodrani i vërtet edhe të shku në Vort ta kallzoni Barcelet, është një kështu, por në përgjithësi shkodranët e kanë humorin më gjuhës, domthon edhe në rrethe familjare, shoqërore, kështu me radhë. Edhe është normal që të bëjnë batuta. Pastaj kam përshtypjen që pjesa tjetër e Shqipërisë vet dialekti e bën me qesh, vet dialekti i Shkodrës, domthon kur flet shkodran që apo shkojmë. Pra, është vet dialekti edhe fakti që në historinë e vet Shkodra është përfaqësuar me humor nga estrada e Shkodrës për vitesh e kështu me radhë, por edhe e kanë furnizuar tregun e humorit me aktor humori, le të themi, të cilët janë, po them, shkodran, janë verior, janë shkodran. Dhe me që jemi të aktorët tani. O këtë. Aktori që do doje ta ndaje skenën për gjithë jetën. Aktori që do doja ta ndaje skenën për gjithë jetën. Ose aktoria. Po shiko, I kemi shumë shkurt këto. Që dalim te loja. Jim Carrey. Aktori që nuk do doje ta shihje në sken. Që nuk do doja ta shihja në sken. Pa thuj këto shqiptarë që shko te Jim Carrey. Do shqiptar. Do emër, do lajm domethënë. Okej. Juli pra, po lajm po dim ty. Nuk do doja ta shihja në sken. Po se di mos që do doja unë shihja në sken. Në një çesh i papranueshëm sken. Në një çesh i papranueshëm gjene një nga këto teatrit kombëtar, nga këto. Si bëhie skenës kot. Është një që s'del më, është një ç'është një. Me rrogën kot i bie. Që me rrogën, po që me rrogën kot, është një mos e ka emrin. Unë se di as emrin më valla. Po mirë, ja që s'del. Okej. Është një që s'del, është një, po do ta po më kujtu ta them. Okej, në rregull, mirë. Vazhdo Juli. Aktori me të cilin një herë do doje, vetëm një herë në skenë dhe boll, por herë dytë nuk luhet më atë. Ta godisje veç një herë Julo. Ta godisja vetëm një herë. Në sens, pra do them një mashkull tash ta godisja, se mos na fut në këto. Jo, nuk e di pse do godisje mashkull, ti e di këtë godisje unë. Një herë, vetëm një herë, po janë pyetje shumë vështira, pra se duhet më çu tash të gjithë aktorët mend. Po asa me ke improvizimin buke djathtë pra. Po vetëm në një nga jashtë, nga brenda i kam luajtur me gjithë gjithë, po. Po kam luajtur me gjithë këtu brenda si. Po mirë, ha, Sofia Vergara. Jo, një herë që sa me heq fiksimin me De Niro, do kisha dashur me luajtur herë me heq fiksimin fare, sepse unë mendoj që është më i miri De Niro nga gjithë. Al Pacino, Po. Po unë kështu mendoj. Okej, është mendimi yt burr. Okej, aktori që të bën të qeshësh edhe kur s'duhet. Kene një aktor? Gendi bën me qesh me thon drejtën. Që është vërtet Gendi bën me qesh se ka një mënyrë fantastike të folurit italishte, nuk e di sa njihni Gendin kështu në privatësi. Po. Gendi e flet italishte në një formë, domethënë që sa fillon unë nuk di, domos s'mam gjykundit, qesh shumë atë. Me Gendin sepse është një italianofil, domethënë i vdes nga Shëngjini e burr. Po marron për italishten, për italianët, për filmat italian, për humorin italian e kështu, edhe e përdor dhe në shumë, nuk e ka përdorur shumë në skenë kështu me radhë, por që në jetë po ata që e njohin e dinë domethënë. Me Gendi kemi luajtur te Jul Cezari edhe të bënte për qesh edhe kur fliste seriozisht, nuk e kishte një mënyrë lëvizjes së duar, është i madh. Po Jul, aktori që të bën qesh është Gahalli. Unë s'qesh asnjëherë nga halli vëlla. Po të bën. Më thonë John e thu, duhet me qesh me këtë tani John. Kush është ky më? Unë kur s'qesh më. A di çfarë ja fus Erblin Bajko. Okej. Pa ja fus Erblin se s'ma bukur. S'ma për keq Erblin, po. Me lojrat cie. Me lojrat mirë, vajzë. Pëlqen të luash? Po, m'pëlqen. Okej, shumë mirë. Bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti Jul Deda duhet përgjigjesh me një fjalë. Një fjalë. Nëse thua 2 ose më shumë të kthejmë te pyetja e parë. Kjo lojë nuk mbaron kurrë. Je gati? Gati. Gjëja e fundit që hëngra. Patate. Hera e fundit që bëre sherr. Para 2 ditëve. Po bëj fjali. Fjali ta marsha. Po si edhe gjëja e fundit që do doje të haje. Byrek. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. I ka fshon gishtat e këmbës? Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Jo në atë sens. Okej, jo në atë sens. Vazhdo ti me fjali dashur. Po si? Po jo. Si dush o vlla, ku di një fjalë, mjafton vetëm një fjalë. Gjëja e fundit. Gjëja e fundit. Fund. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. Ja ka fshon gishtat e këmbës? Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Nga njerë.
I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua? Po. A të pëlqen komshitë tu? Po. Ke ndërmend të desh të bësh tap Londë sot Jul? Kur? Digje shumë në verë nëse po, lyesh me kos? Okej, çiçi. Jo. Kosi hajt apo pihet Jul? 2 sa është herët. Po s'ka që 100% edhe për dyshin. 2. Po kujdes sa është herët tham. Okej. I bukur apo i zgjuar? Zgjuar. A je i lumtur Jul Deda? Jam. Para dashuria apo pound? Para. Puthja e para apo puthja e fundit? E para. Ku ishte puthja e parë? Në Shkodër. Ata masha. Pëlqen ushqimi kinez ose po do ta haj një zhapik nga Shkodra? Po. Okej. Më mirë të thotë zemër, shpirt apo? Është ndjesi shumë e mirë për Interesante, Toto, po, se interesante. ke kryer veprimin e dur. Se mund edhe mund të heshti. Pa zemër, pa shpijes, ka në bërë. Jul Deda, a shan kur she lajmet Janis Pa fund. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mangët e trigos? Gjithmonë. i bie ndonjëherë qylit Jul Deda? Ja. Hera e fundit që e skuqur nga turpi. Asnjëherë. Të kanë kap ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe, ropt. Kur? Hera e fundit që the më fal. Domethënë s'kan kap kurr, okay. Sot. Hera e fundit që gënjeve Jul Deda. Tashti. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Së gjova dhe. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Ja. Nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do duhet ishe? Kal. Sa më pëlqen diksioni se je Kal. si e ke emrin. Më mirë të duash apo të duan? Të tjerët. Okej. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër. Pra, je duke pa ëndër, dela i vut. Me ta lënë ballën. Ne ecim para. Jul Deda ke qeshur ndonjëherë në varrim? Of mo. Çfarë? Jul Deda, nuk e dia e bën, po të gjithë meshkujt që kanë qenë më përpara këtu e kanë thënë, çfarë bën kur s'ke çfarë bën? Shoh futboll. Shoh futboll. E po, e keni djeri çik me këtë. Duan dy. Sa është shikosh, ne kemi atëherë futboll. Okej, po mirë, themi dhe video. Gjë fuqishëm. Patate. Hera e fundit që bëre shef? Dje. E ka fshon Jul? Jo. Je komfort? Ndonjëherë. O Jul, i ke lënë një punë të tjerëve? Po. Të pëlqen kolegët e tu? Po. Jul, ke ndërmend të desh sot? Kur? Digje shumë në verë nëse po lyesh me kos? Asnjëherë. E bukur apo e zgjuar është ajo? Zgjuar. A je i lumtur? Po. Para dashuri apo lek? Para. Puthja e parë po puthja e fundit? E para. Si ikën sikur se di që sa para, vaj se po ja falë për Jul Deda. E kupton diçka është ky. Jera të utavë Jul Deda, no burr. Ha, okej. Ku ishte puthja e fundit? Se të parën e morën vesh. Po edhe fundit Shkodër? Po e ndrove pyetje ti tash. Po ç'ke me mua ti valla ti e përgjigjet ta. Shumë se puthesh vetë Shkodër për puthë. Ka puthë Shkodër. Thash po. Ha, okej. Të pëlqen ushqimi kinez ose po do ta hajë një shapik? Më mirë të thot, apo Okej. A shan kur sheh kolegët e tu televizor? Jo. hera e fundit që e skuqur nga turpi. Asnjëherë. A të kanë kap matematikët e ke thënë kam thjesht shoqe? Kur? Hera e fundit që gënjeve. Tashi. Hera e fundit që the më fal. Sot. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Ja. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhje të mos ishe? Der. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër betaon, po e morën vesh. Ballën. Ke qeshur ndonjëherë në varrim? Shpesh. Përveç se shef futboll, çfarë bën kur s'ke çfarë bën? Një fjalë, hiç. Okej, në Jul rregull. Deda, nëse do zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje?
Von. Okej. Ka rob që zgjedhin Arusho, nuk e di. O Jul, nëse do të mund të dileni me një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, gjallë apo vdekur, këtë doja dhe pse? Ktu mund thuash emër, mbiemër dhe arsyen. Është pyetja e fundit, lejohet. Do doja dilja në një i takim, po i fundjavë të Jo paktën. date, po takim çfarë do? Po, Me babën tem. bukur. Me babën tem ti flasim mirë ca gjëra që këto vite s'jemi taku edhe unë ja them, po du të dëgjoj edhe perceptimin e tij për këto vite. Mbase na mjafton. Domethënë ndoshta nuk mjafton, po meqense është kaq e ngushtë koha, do kisha dalë një dark me babën tem. Juldeta, a ma men këshillën më të vlefshme që të ka dhënë? Po, më ka thonë para se të bësh artist, bëu njeri një herë, se artist bëhesh kur do. Po tani mund të bëhet një njeri i mirë, një njeri, thjesht njeri, artist, apo duhet është taksative që të jetë njeri? Artist është një gjë që ti e fiton me kohën. Njeri o je o si je, domethënë në kuptimin që përpiqu të tregosh je. Shiko, shkallët e karrierës janë çuditshme, takon shumë njerëz, dikush ta fut me bryl, dikush t'jep i dorë, dikush t'jep, dikujt ja fut ti shkopin në rrotë, se nuk jemi ne më të pastrit dhe të tjerët janë djajt. Ke bërë dhe ti dëmë në por ama duhet gjithmonë të mos harrosh se ke takuar rrugës, sepse kur të kthehesh prap do t'i takosh prap, e kupton. Okej, bukur. Juli, para se t'ikësh në kontratë, nuk e di se si e ke pasi kontratën kur ke bërë Rikoshetin, i merrni thjesht lekët në dorë dhe kaq mbaroi? Jo, ne i merrnim një herë në muaj. Po, normal, gjithmonë ne këtu kemi Po jo në dorë, i kishim në bank me borderon atë kohë. Në bank i marrim gjithë, ne kemi çik kontratën e çuditshme, sepse ne marrim lek në bazë të fjalëve që thot i ftuari. Po. Dhe kjo i mashënin vini. I man shënin vini. Po. Domethënë si kaloj kjo intervistë për ty që ne të marrim lek. Në ç'kuptim, domethënë duhet do review, domethënë, ti do review. Po, review, me 5 yje duam. Kur e kanë datën e rrogës ta më vini. Data është njësoj siç e ke ti në fillim muaj. Se ke nejsoj. Rrogën jo, po datën po. Atëherë meqense jemi në fund të këtij muaji, edhe javës tjetër kemi mbylljen e sezonit. Unë çuna mendoj meqense jeni deri në fund qershorit, pra, e kuptova. Apo a jeni deri në fund qershorit? Po, datë 29 është. Pra ky është muaji i fundit që ju do paguheni pra për këtë emision. Po. Unë mendoj që këtë muaj ju keni merituar rrogën e gjithë vitit, pa diskutim fare, po këtë muaj nuk e meritoni rrogën, ç'është e vërteta. Po pse? Po sepse shiko, rroga e fundit nuk jepet se është haram, është keq me ta dhënë. E kupton, është keq më. Domethënë është mirë dhe për ju mos më u dhon. E di pse? Se ju bën më të fortë. Ti që je komunist ose jo, jam komunist. Un jam që të më të vutin në vështirësi, jam kapitalist madje. Që më të vutin në vështirësi që të vish në shtator më i fortë. Bukur shumë, ti korrike mbyll top. I bëj thirrje Top Albania Radios. Po. Ledion Liços. Po. Fix. Vini keti gisht në këtë muhabet apo jo? Jo, ka sa duhet. Edhe Vini. Ka dorë, jo gisht. Vini ka 2 gishta. Unë them çuna ti lën pa rrok këtë muaj, që në shtator të vinë më të fortë, më të etur për ta bërë këtë emision. Jeni dakord? Patjetër, edhe ne i bëjmë thirrje në korrik, ju jepjani Xhemit rrogën, që ta mbyllim mirë. Rrogën ti me Xhemit, më mirë t'ja japi se shkoj për të shtëpia. Jul, të falenderoj shumë që zgjodhe që këtë mbrëmje ta kaloje këtu me ne. Ishte kënaqësi çuna. Edhe ikshi në Argjentinën tani se po fito. Ashtu e boni golin. E ka bërë. Sa shpejt e boni. Jul, të falenderojmë. Jam me Hollandën, kështu që s'ka gjë, të fitoj kush doj. Mezi presim të të shohim sërish në teatr, se në televizion të shohim për ditë. Në teatr do zoti do bëjnë ftesa dhe që të jenë qëndësishme dhe unë patjetër do t'i përgjigjem pozitivisht. Bukur shumë. Juli, ke shnetin, se tjera deri tani shqyrëzohen i tjera rregullohen. Po, shneti është. Po ato fjalët e mira tiki më Juli. Ne do të dëgjojmë javën tjetër. Çuna jeni shumë mirë dhe marshi 2 rroga. E kisha me Julin tim se në fund të emisionit tash ta them edhe një gjë në fund të emisionit Juli thot këto llafet e mira. Hajde, futi. Llafet e mira. Do të dëgjojmë javën tjetër. Deri atë vazhdoni të qëndroni shumë pozitiv. Kështu siç ishte me Juldetën sot, prapë do jetë javën tjetër. Kështu që ju puthim dhe ju përqafojmë.